Mjeku çudit botën. Kosi çdo ditë shëron këto 3 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë më njëherë. Kosi përmban 2 nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm në dietën tuaj. Proteinat që japin trupit tuaj fuqi dhe energji dhe kalciumi që ndërton kockat tuaja. Nëse doni të vini trupin në formë dhe të humbisni kilogramat e tepërt, ose nëse doni të forconi imunitetin tuaj kundër virozave të ftohtit, kosi është një zgjidhje e duhur. Ka qindra arsye pse kosi duhet të jetë konsistent në dietën tuaj, dhe një nga ushqimet e preferuara çdo ditë, por ne kemi zgjedhur disa arsye kryesore pse duhet të konsumoni kos. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një nga produktet që ka përfitime të shumta për shëndetin. Ai ndihmon në uljen e niveleve të hipertensionit. Studimet tregojnë se shtimi i kosit në dietën tuaj ndihmon në uljen e rrezikut të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu ai ndihmon edhe në mbajtjen e trupit në formë dhe parandalon problemet kronike si dhe ndihmon sistemin tuaj tretës. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Sipas një studimi të ri, për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe presionin e djegjes së dhjamit, ju duhet të shtoni kos në vaktet tuaja. Kosi ka përmbajtje të lartë të bakterieve që ju bëjnë të ndjeni të ngopur për një kohë të gjatë dhe zvoglon tendencën e ngrënies së tepërt. Kalciumi dhe kosi rrit procesin e djegjes së yndyrnave në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallës metabolike. Ato që e konsumojnë kosin rregullisht tentojnë të humbasin 80% më shumë yndyrna në stomak se ata që e marrin në mënyrë jo të rregullt. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lëkurës. Gjithkush dëshiron të ketë një lëkurë të përsosur dhe rrezatuese. Konsumi dhe aplikimi i kosit direkt në fytyrë sjell dobi. Acidi laktik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe redukton shenjat e plakes, sipas studimi në shoqërinë dermatologjike të Zelandës së Re. Kosi përmban acid laktik dhe zink, që janë të dobishme për heqjen e akneve dhe gjithashtu ndihmojnë në rinovimin e lëkurës suaj. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për eliminimin e kilogramëve të tepërta në bel. Hani kos dhe bëhuni gati të humbisni edhe peshën e tepërt rreth belit. Kosi është shumë i mirë për ata që mbajnë në dietë. Sipas një studimi amerikan, ata të cilët hanë 500 gram kos në ditë, humbën 22% më shumë peshë dhe 81% më shumë dhjam tek barku se ata të cilët nuk e konsumonin kosin gjatë jetës së tyre. Kosi përmban probiotik. Bakteret e mira të kosit janë bakteret të cilat jetojnë në aparatin tuaj tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që mund të shkaktojnë edhe infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon edhe në tretjen e ushqimit. Ai është perfekt për ata që vuajnë nga fryrja. Kosi është shumë i pasur me vitamina. 500 gram kos çdo ditë do t'i ofrojë trupit tuaj potasium, fosfor, jod, zink, riboflavin, vitamin B5 dhe B12. Vitamina B12, sidomos, është shumë e rëndësishme për dietën tuaj dhe është një nga vitaminat që gjenden zakonisht edhe te mishi i pulës dhe peshku. Vegetarianët mund të marrin këtë suplement që u mungon te kosi. Vitamina B12 është e rëndësishme pasi mban nivelet e duhura të qelizave të kuqe të gjakut dhe ndihmon në funksione normale të sistemit nervor. Kosi është një ushqim perfekt edhe për ata që merren me palestër. Kur stërviteni, humbisni energjinë e ruajtur në muskuj, prandaj edhe pas stërvitjes ju duhet të zvendosoni energjinë e humbur duke marrë proteinat e duhura të rëndësishme për të fuqizuar muskujt. Kosi ndihmon edhe në thithjen e ujit në aparatin tretës dhe ju rihidraton më shumë pas djersitjes në palestër. Konsumi një gote me kos dhe pirja e të paktën 60 minuta pas palestre të lëngut të kosit do të ofrojë një rritje më të mirë të energjisë trupore. Kosi do të ofrojë kalciumin e nevojshëm për muskujt dhe kockat tuaja. Kalciumi është i rëndësishëm dhe shërben edhe si një ushqim i rëndësishëm për kockat. Për këtë arsye, kosi është i shëndetshëm si për të vegjëlit ashtu edhe për të rriturit. Kosi është i mirë kundër tensionit të lartë të gjakut. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se ç'është e rekomanduar. Kripa, sado që mund t'i shtojë shije, mund të krijojë probleme në shëndetin tuaj.
Potasiumi të kosi pastron trupin nga kriprat e tepërta. Sipas një studimi amerikan, të rriturit të cilët hanin 1 ose 2 porcione me kos natyral pa yndyr, ulin rrezikun e sëmundjeve të tensionit me 54%. Një gotë kos në mbrëmje mban doktorin larg. Tani që fillon sezoni i ftohjes, kosi është një mënyrë preventive për të parandaluar këto probleme të bezdishme që na përndjekin në çdo vjesht, dimër dhe pranverë. Sipas një studimi të Universitetit të Vjenës, gratë që hanin një gotë me kos çdo ditë kishin qeliza të më aktive dhe më të forta, të cilat mbanin mend edhe se luftonin infeksionet. Kosi ju shton buzëqeshjen. Ja një fakt që shumica prej jush nuk e din. Kosi është më i miri për një buzëqeshje të bukur. Pavarësisht përbërjes së sheqerit në kos, ai nuk shkakton kavitete të dhëmbëve. Acidi laktik te kosi ndihmon në mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve. Kosi gjithashtu është një zgjidhje që ndihmon në luftën kundër problemeve të ndryshme edhe të shëndetit dëntar. Kosi pasterizuar është i shëndetshëm. Pasterizimi nuk dëmton probiotikët ose bakteret e shëndetshme të kosit. Procesi i pasterizimit mund të shkaktojë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh për disa njerëz që nuk e tolerojnë. Kosi është i pasur edhe me proteina cilësore. Proteinat ju mund t'i merrni edhe përmes kosit, pasi është një mënyrë e shëndetshme për të ofruar ngopje më të gjatë. Gjeni kosin i cili ju përshtatet më shumë në dietën tuaj dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e tij dhe të mbani larg komplikacionet. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël ose i kripur në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me kalcium, kalium, magnez, vitamin B12 dhe vitamin B2. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni më shumë për vlerat e kosit dhe të gjitha arsyet kryesore përse duhet ta konsumoni atë. Sistemi juaj tretës do të përfitojë nga konsumi i kosit. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksina dhe bakteriet. Ai qetëson sistemet e rënduara nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një zgjidhje për imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është një zgjidhje për tensionin e lartë të gjakut. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, kosi mund të jetë një zgjidhje. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon edhe në uljen e tensionit të gjakut, gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre. Ai përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Nëse doni kocka të forta, përfshini kosin në dietën tuaj. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye është e rëndësishme të konsumoni kos në mëngjes. Sidomos, duke konsumuar kos në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për higjienën dentare. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të hani kos që në mëngjes. Kosi është i mirë pas aktivitetit fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që ju duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është i mirë për të gjitha ata persona që duan të bien nga pesha. Kosi përmban pak kalori, për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol gjë që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.